Edhe pak ditë në ndajt nga finale e madhe e Big Brother VIP Albania edicioni 4. Të shtunën, në 19 prill do të shpallet dhe fituesi i këtij edicioni. Produksioni i Big Brother VIP Albania premton shumë surpriza, të ftuar special dhe 2 studio gjigande. Këtë vit kemi 4 finalistë: Rozana, Laert, Gjesti dhe Egli. Sondazhet të ndryshme janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët dhe deri tani kemi këto rezultate. Në vend të 4, publiku rendit Eglit me 6% të votave. Në vend të 3, Laerti me 9% të votave. Në vend të 2, Rozana me 27% të votave dhe në vendin e parë, rendit e Gjesti me 58% të votave. Shohim se publiku ka vendosur që fituesi i këtij edicioni të 4 të Big Brother VIP Albania të jetë Gjesti. Kujtojmë se Gjesti është banuar që ka lënë nga Big Brother VIP Kosova në Big Brother VIP Albania e prej muajit tetor vazhdon të jetë i izoluar. Pas hyrjes së tij në Big Brother VIP Albania, shikueshmëria e programit u rrit së tepërmi, por Gjesti është banor që është sulmuar më shumë. Përmendim disa situata. Shumë banor e ka sharë duke i përmend familjen. Gerta Gexhari i hodhi shampanjë në sy. Gjibani përveç se shau dhe e goditi gjatë sfidës së rezistencës. Jozi e quan kopil shkime. Të tre këta banor dalin me zarftëzi, për produksioni i rikthen sërish. Por skandali më i madh ndodhi në prajmin e së shtunës, ku Jozi në momentin e daljes godet me shpull Gjestin duke rrëzuar për tokë. Ndaj dhe publiku ka vendosur sa mbështet Gjestin për të qenë ai fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Por dinamikat e lojës ndryshojnë nga momenti në moment. Ndaj deri të shtunën na mbetet të presim për të parë se si do të shkojnë votimet. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.